Shqiptarët e Kosovës nga muaji maj do të paguajnë 16% me shtrejt për energjinë elektrike. Zyra Rregullatorit të Energjisë ka aprovuar sot tarifat e reja për shtrejtimin e rrymës. Kjo rritje vjen pasi bordi zëres me 11 prill miratoi kërkesat e 3 operatorëve energjetik për të hyrat e lejuara maksimale. Sipas Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, konsumatorët do të furnizohen me energji elektrike me tarifat e reja nga data 1 maj e këtij viti deri me datën 31 mars të vitit 2026. Gjithë konsumatorët që kanë të drejtë më furnizu me tarifa me shërbim universal janë konsumatorët shtëpiak ose familjar dhe bizneset e vogla me qarkullim më pak se 10 milion dhe më pak se 50 punëtor. Pra janë këto dy kategori që kanë të drejtë të furnizohen përmes furnizuesit me obligim shërbimit universal KESCO për periudhën tarifore 1 maj deri me 31 mars të vitit të ardhshëm. Shtrejtimi i energjisë elektrike ka shkaktuar reagime të shumta nga bizneset, subjektet politike e qytetarët. Në kundërshtim të shtrejtimit të energjisë, në Prishtinë janë mbajtur edhe protesta. Të premtën, dhoma e tregtisë dhe industrisë ka bërë thirrje sërish Zyrës së Rregullatorit për Energji të mos e shtrejtojë energjinë elektrike. Shtrejtimin e rrymës e ka kundërshtuar edhe Presidenca e Kosovës. Ndërkaq, Ministria e Ekonomisë tha se rritja nuk duhet i prek anëvisëritë që konsumojnë me pak se 800 kW. Çka ka ndikuar në rritjen e tarifave të energjisë elektrike, mund të jenë dy çështje, janë kostot operacionale të cilat i miraton zërreja dhe çmimi i furnizimit nga importi. Ne si qeveri kontroll mbi çmimet e importit nuk kemi, aq sa nuk kemi kontroll mbi çmimin e naftës.